me Altin Jokën, tani do të flasim për benefitet, vlerat e rushit, një prej frutave të dashura, të preferuara të Stinës, padyshim është konsideruar si fruti i gjatësisë, dhe pse, a na shëndosh apo jo rushi nëse e teprojmë, ja të marrim disa informacione tani nga Altin Joka. Përshëndetje sërish Altin, me çajin tënd tipik. Me çfarë kemi sot çajin? Është çaj mali. Më kanë ngelur nga 10 piva ndarë në gotë çaj mali, megjithëse kam bërë madje një video për çajin e mali, që është interesuar NASA për çajin e malit ton. Edhe mua më shkojnë në mendje dhe konsumova një gotë dje dhe ka tepruar, kam pirë pak sot. E ke marrë nga Shqipëria, besoj. Po në Shqipëri s'ka tjetër. Po pa sheqer, nuk ka sheqer, as kafe, as bar, as mjalk, e kam shqetur. Nuk pritet të bëj pyetjen që ke përdorur sheqer kafe apo mjalk, po gjithsesi pa sheqer. Okej. Pa sheqer fare, po. Ja vlen të flasim një ditë edhe për çajin e malit se ka i vlera, se ne e përdorim vetëm kur jemi me gripë, kur janë këto viroza të mbëlsuar me mjalt edhe për të qetësuar kollën apo temperaturën, por gjithsesi do të flasim sepse ka shumë informacione edhe për çajin e malit, besoj. Le të ndalemi tani tek rushi. Kemi në tryez 1-2-3 lloje rushi. Ti e konsumon, ka sheqer sigurisht, edhe shumë njerëz mund të natyral. Ka sheqer natyral, mos i ngatrojmë me sheqerat, pra pjesën kryesore ka nga fruktoza. Mos e ngatrojmë me pjesën e sheqerit natyral me sheqerin që flas. Qartë, padyshim. Pyetja e parë që do të bëj, a na shëndosh apo jo rushi? Jo, nuk shëndosh. Jo, edhe nëse e teprojmë. Ja, një sekond. Flasim konkretisht. Pse nuk na shëndosh? Atëre 100 gram rush, pra po themi diku 20 kokra, afërsisht, po themi, se nuk e kam peshuar, po afërsisht, janë të barabarta me një mollë mesatare, në aspekti kalorisë. Ka 70 kalori. Ky rushi ka 70 kalori kjo molla. Është e barabartë me, po themi, me një 2 copa çokoladë të zezë, diku 10 gram. Është e barabartë kjo 100 gram rush me një kokërves. Në qoftë se ju mendoni, edhe me gjysmë banane, në qoftë se ju mendoni se kjo mund t'ju shëndoshi, atëherë në rregull. Pra, në aspekti kalorik. Tani dalim nga aspekti i sheqernave, se u thatë kanë edhe sheqerna. Sa një lele sheqerna këta? Ka diku 13, 15, 17 gram sheqer, jo sheqer, po fruktozë kryesisht, pra sheqerna natyral, që janë të ndërtuara bashkë, në 100 gram rush. Pra, në një vesh rush të mirë të bollshëm, ne marrim rreth pak më shumë se sa kaq, por po ta llogarisim, janë të barabarta. Kjo gjithë ky sheqerni, nëse do ta konsumojmë në aspektin moderuar, mund të themi që një banane ka diku 12 gram nivelet e sheqernave natyral. Një mollë ka diku 10, 11, 12 gram. Rushi ka 15, 16 apo 17 gram. Atëre, mendoni që kjo diferencë mund të shëndoshi? Pra ju po hani mollën, ose një mollë e madhe është e barabartë me 100 gram, një mollë e madhe. Nga aspekti i nivelit të sheqerave natyral. Dhe nga aspekti kalorisë së kaq. Prandaj rushi nuk mund të shëndoshi, ndërsa nuk të shëndosh molla. E kuptova, por nëse e teprojmë kisha unë, Altin. Nëse e teprojmë tani, se nëse e konsumojmë gjithë të shportën, siç mund ta konsumoj dikush, ndoshta flasim ndryshe. Është tjetër gjë, nuk duhet tepruar në asgjë, edhe uji është i dëmshëm po pihet me stasi të ndarta, edhe jo më pastaj rushi. E qartë. Mirë, ka vlera rushi, pse duhet ta konsumojmë dhe pse rekomandoni ju që ta konsumojmë tani që është sezoni i tij? Po, vlera patjetër që ka, derisa ne po themi që është frut, dhe jo më kot në lashtësi është quajtur fruti i jetëgjatësisë. Po. Dhe nuk thon kot edhe në gjuhën popullore, i e bërë si rush. Sepse rushi simbolizon freskinë, simbolizon bukurinë, simbolizon një lloj shpërndeti të plotësuar që tjetrit i duket nga jashtë. E një ka gjendon me rushin. Rushi ka faktikisht diku 80 dhe në 82% ujë në trupin e saj. Si pjesa më e madhe e frutave. Ka nivelet të sheqernave natyror që ne thamë kryesisht të fruktozës dhe bazën kryesore që ka vitaminën C në sasi më të lartë dhe vitaminën K. Pastaj vijnë tëra vitaminat B, B1, B2, B3, B5, B6, B9 pra folatet, ka vitaminë beta-karoten, pra vitaminë A që kthehet në trupin ton, dhe ka dhe vitaminën E. Midis të tjerave ka dhe mineral, pra rushi ka diku 48-52 element brenda rushi, nga të cilat po flasim këto që tham, ka dhe nivelet mineraleve siç është kalciumi, kaliumi, magnezi, hepuri, zinku, bakri, mangani, seleni, natriumi etj. Ka dhe element kaq fuqishëm antioksidant që i para është resveratroli. Resveratroli është mbrojtësi i zemrës. Ruajtësi i zemrës është resveratroli. Dhe ul bllokimin e arterëve në
në gjakun tonë. Po. Është antitumorial, është antiplakje dhe është neuroprotektiv, që ndihmon trurin nga Alzheimeri dhe nga Parkinsoni. Ka antocianinat, të cilët janë ato pigmentët që japin ngjyrën të rushit kuq, zi, portokalli, roz çfarë është, të cilët antocianinat forcojnë enë të gjakut, janë antiinflamatorë të fuqishëm, zbusin dhimbjet e kyçit dhe të artritit dhe janë shumë të mira për problemet e artritit, mbrojnë shikimin dhe forcojnë shikimin, sidomos problemet që kemi në retin, neutralizojnë radikalet e lira dhe plakjen e parakoshme. Midis tjerave rushi ka quercetinën, një flavanoid shumë i fuqishëm, që është antihistaminik natyral kundër alergjive, azmës, problemeve të rufës e tjere. Është antiinflamator quercetina, ndihmon edhe në artrit, edhe në inflamacion, në problemet e sëmundjeve kronike tjetër, mbron zemrën. Midis tjerave është antitumoriali që kanë parë studime. Çfarë ka rushi tjetër? Ka katekinën dhe epikatekinën, dy flavonoid që jashtëzakonshëm që gjenden tek çaji i jeshil. Dhe në disa raste ky rushi ka nivele të larta që bëjnë sistemin jo vetëm kardiovaskular, po mbrojnë kujtesën, problemet e depresionit dhe uljen e asaj të nivelive të Alzheimerit dhe Parkinsonit. Po është dhe antidiabetik. Këto dy elementë që ndodhen tek rushi janë antidiabetik. Tjetër ka taninat, sidomos tek farat. Janë të hidhura, po pengojnë rritjen e baktereve, bëjnë tretje më të mirë, pra e ndihmojnë, parandalojnë probleme. Pra duhet ta konsumojmë me gjithë fara, po thoni. Farat patjetër, rushi ka 100%, 5% ja fara, 5% lëkura, 90% shtuli. Faktikisht e fara dhe tek lëkura, megjithëse janë 5-10%, ka vlera shumë herë të mëdha. Ose njerëzit i largojnë disa, nuk i kanë. Në qoftë i dëmtojnë stomakun, kanë probleme me stomak dhe kanë probleme po në qoftë nuk kanë probleme me stomakun dhe duan të rregullojnë tretjen, duan të ndalin diaren, të balancojnë disa probleme zorës, të pengojnë rritjen e baktereve në zorë dhe kanditën, duhet ta hanë me gjithë fara. Është më e mira. Nga ana tjetër ka dhe elemente të tjera antioksidant të rushi dhe midis tyre ka dhe acide fenolike, acidin kafeik, acidin ferulik, është shumë detoksifikues, është mbrojtës ndaj rrezeve ultraviolet kur ne dalim në diell. Pra na parandalon problemet e kancerit. Pra këtë mund të themi që ka vlera, po themi në rastin kryesor. Më të përqendruara i ka rushi zi, apo se janë disa lloje, disa varietete që kemi dhe në Shqipëri? Apo nuk mund t'i ndajmë dot se cili është më i shëndetshëm edhe. Po sot po ndahen edhe gjëra deri në ADN, mos ndajmë këtë. Kjo që jam e thjeshtë mund ndahet. E para, rushi zi ka nivele më të larta të resveratroli deri në 3 fish më të larta. Se ta rushi kuq. Se rushi bar nuk ka. Po flasim nga rushi kuq. Ka antocianina shumë herë më tepër, atë pigmentin që ne tham, të polifenoleve që janë më të fuqishme, ka dhe nivelin më të lartë të quercetinës 2-3 fish. Dhe ka nivelin e antioksidantëve në renditjen e tabelës ORAC, e ka 5000 njësi. Rushi zi. Rushi kuq, nga të gjitha ne që tham, ka një resveratrol mesatar. Pra nuk e ka të lartë, ka antocianinat mesatare, nuk i ka se ziu, dhe ka renditjen diku 3000 të njësisë të ORAC, pra njësi të antioksidantëve në trupin e tij. Pra 5000 rushi zi, 3000. Rushi roz e ka rreth 2000 e sa njësi të nivelit të antioksidantëve, resveratrolve ka shumë të ulët, antocianinat i ka nivel shumë të ulët, dhe pastaj vjen rushi i bardhë, ose rushi jeshil, se kemi dhe jeshil dhe të bardhë, si mund ta quajmë, që pothuajse mungon fare, janë në gjurmë element resveratroli. Antocianinat mungojnë fare sepse nuk ka pigment, ky rushi. Dhe në aspektin e tabelës, në aspektin e antioksidantëve në tabelën ORAC, ka diku 1500. Pra 3 fish më i pasur rushi zi, 2 fish është rushi kuq, pastaj vjen rushi i bardhë. Kështu që ne duhet të jemi të mençur në përzgjedhjen e tyre nëse do të marrim vlera. Për shije pastaj ne mund t'i kombinojmë të dyja, për të rritur edhe pastaj gamët e tyre. Me djath për shembull. Sinergjia më e madhe ushqimore, në radhë parë ne duhet të kuptojmë kush është sinergjia më e mirë ose kush janë kombinimet. Po, kemi folur për sinergjinë dhe sa mirë kombinojmë me njëra tjetrën ushqimet për të përthithur dhe për të marrë vlerat e tyre. Një kombinim për shembull? Kombinimi i mirë është me arat, pastaj vin bajame, vin lajtit. Pastaj kjo është kombinimi i mirë, sidomos edhe për diabetikët, sepse thithja e sheqerit duke marrë këto lloj të fibrave, është më i avash dhe mund të ham sasi më të larta rushi. Nëse diabetik mund të haj 10, 12, 14 kokra rush, pra një fiçan, po themi, mund të haj pak më tepër nëse konsumon me bajame ose me lajti ose me ara. Një kombinim tjetër që është shumë i mirë është me nivelin e kosit. Po. Kombinimi i rushit me kosin edhe me farat, pra me farat shija tjera, është kombinim shumë i mirë. Një element tjetër shumë i mirë është me djathin. Kombinimi i djathave apo me gjizmën
duke bërë një kombinim protein kalcium i ndyrë, bën një balancim edhe nivelit sheqerit, por patjetër edhe të marrjes ose të sinergjive për bërë një përthithje më të mirë të lëndëve ushqyese, por pastaj një nga elementet tjerë është edhe sallatat. Kur të marrim sallatë spinaqi, jeshile, rukola, është e mira që të jedhin pak sheg, pak rush sipër, agrume, pra pak portokall, për përthithje më të mirë, sidomos kombinimi i pak mollës, shegës, rushit dhe agrumeve në një sallatë do ishte vërtet shumë perfekte, duke u kombinuar me acidet yndyrore të vajit ullirit, me farat edhe me pastaj me jeshilet që ne mund të marrim. Gjithashtu ne mund ta përdorim në formën e një smoothie, nëse do duam që mund ta përgatisim, ose nëse më lejon t'ju them ja dy po, vetëm se jemi në fund fare, nëse i përmbledhim. Atëherë mund të marrim një pjesë me rush, po të jetë me fara, s'ka rëndësi, do ta miksojmë, do të hedhim një banane, do të hedhim një mollë ose gjysmë mollë varet nga mallësia, një lugë fara liri që të hedhim brenda dhe një god ujë të ftohtë. Kjo është për pastrim të trupit në mëngjes, për rritjen e energjisë natyrale dhe për marrjen e omegas 3 në mëngjes. Nga ana tjetër, nëse ne duam që të bëjmë një lloj detoksi të pastrueshëm, marrim disa kokra rush, një det gjethemente, 1 litër ujë, 1 litër gjysmë ujë, disa feta limoni dhe i konsumojmë. I shtrydhim lehtë dhe konsumojmë në vendin e ujit për të bërë dhe hidratimin, për të marrë vitaminën C. Nëse do të bëjmë një kombinim tjetër të rushit për problemet e detoksit të mëngjesit, atëherë duhet marrim konsumimin e përzierjes të rushit me një deg rozmarin, pra shtrydhjen e një rushit, disa pika limon dhe një pak rozmarin ose mente për të bërë një detoks ndoshta të mëngjesit. Po kemi dhe elemente të tjera. Faleminderit. Po, ja mbaruan minuta se do ishte kënaqësi që të dëgjojmë edhe të tjera kombinime. Unë të falenderoj shumë për informacion dhe këshillat që ndam sot. Do të shihemi të mërkurën e ardhshme përsëri. Uroj ditë të mbarë. Përshëndetje. Ndërkohë, ne do të shkëputemi këtu së bashku, do të takojmë përsëri nesër me gatimet tona, me tematika dhe me të ftuar që do të vinë gjithmonë ngrohtë në familjet tuaja. Mirupafshim.